Të dashur miqë, më bën përshtypje një fakt. Pothuaj po bëjnë 5 vjet që 4 liderët politik ish ushtarak të UÇK-s ndodhen në Hag. Me largimin e tyre nuk kemi asnjë protest nga opozita në Prishtinë. Albin Kurti po punon si askush më mirë, nuk themi se është perfekt. Por me largimin e tyre nuk po shkel më as Radojqiqi, as bandat, as Vučići. Si mundet vallë që me largimin e tyre në Hag ata ikën në Beograd? Pyetja është, nëse ata do të lirohen, do të vinë përsëri serbët, kryeneç, të nisen edhe me trenat e tyre të marshojnë në veriun e qiruar tashmë të Dardanis? Unë them se jo, sepse Donald Trumpi firmosi fermanin e madh. Kosova, në mbrojtjen time, e kam shpirt edhe gjallë. Albin Kurti, burr shteti, sepse Trumpi është patriot. Si ka mundësi vallë?